Rezultatet me emrat e studentëve që janë pranuar janë publikuar në websajte dhe në listat e vendosura në fakultete. E prodekani i Fakultetit të Edukimit në Gjakov tregon se nga 350 aplikantë për programin fillor dhe parashkollor janë pranuar 91 studentë në atë fillor dhe 25 në programin parashkollor. Në filologji ka qenë 2 programe, gjuhë shqipe dhe gjuhë dhe letërsi angleze. Në të dy i kemi kërku nga 40 studentë, ndërsa në programin gjuhë shqipe kanë aplikuar vetëm 25 studentë, ndërsa në gjuhë dhe letërsi angleze kanë aplikuar 128 kandidat ose aplikantë. Mandej në Fakultetin e Mjekësisë kanë aplikuar në drejtimin e infirmeri 184 aplikantë, ndërsa në programin mami 32 aplikantë. Prodekani Buza foli dhe për programe tjera të fakulteteve të Universitetit të Prishtinës që funksionojnë në Gjakov. Nga ana tjetër, ai tha se nëse nuk plotësohet numri i nevojshëm në këtë afat, atëherë hapet edhe një afat për plotësimin e numrit sipas rregullave të Universitetit të Prishtinës. Në Fakultetin Filologjik, provimi pranues është zhvilluar në Gjakov, ndërsa në Fakultetin e Mjekësisë provimi zakonisht zhvillohet në Prishtinë. Provimi pranues sipas konkursit përfshin 30% të pikëve përfundimtare që i grumbullon aplikanti. 20 i merr nga shkollimi i mesëm, 50 i merr nga testi maturës dhe 30 është pjesa tjetër. Përndryshe si vjet është vërejtur interesim i jashtëzakonshëm për të studiuar në fakultetet ekzistuese në Gjakov.